Sa po erdhe në shtëpi dhe pash sa lajme që mi acarun nervat jashtëzakonisht. Pash këtë spurdhjakun e Partisë Demokratike, gazmenda se ka ky bardhi, ky krysh kurve, një lloj si Sala, kanë shku sot gjoja në parlament, kanë shku gjoja sot të votojnë për atë të heqë imunitetin në Ballukut, loja më pist, më ndyt që bëjnë këto shkërdhata. Këta ishin aty dhe nuk votun. Moren letë dhe kur I lecun këta shkërdhata. Pse bëjnë këtë loj? Këta e din shumë mirë që është mëll. Këta bile kanë marrë masët për para, janë siguru që janë mëll, edhe shkojnë me utall me ne që ne shkum, po s'dun socialistët, ju shkërdhata e mbrojtët, ju nuk deshet votonit. Mos na bëni loje neve të përditshme, më klysht të kurvës. Partia Socialiste duhet me këto që kanë krye, duhet të përmyset, duhet shkojnë fundetit kjo loja një, por ju shkërdhatës duhet vinin për shtet. Në qoftë se ju po boni këtë loj që duhet vini, ju s'duhet vini, ju duhet fundosini të gjithë së bashku. Duhet shkunin në fund të detit, kurse ky Peleshi, ky shkërdhata tjetër, ky kryetari I kuvendit, që ka thonë që do të shtyjmë edhe 3 javë, që të shtyhet përgjithmonë deri në gjykatën kushtetuese, atëherë spaku duhet me një herë të shpallën hetim. Pikërisht Peleshin, Gazmend Bardhin, 10 vetët e që janë këto antare që do hiqnin imunitetin dhe që se kanë heq, si kundërshtar të zbatimit të drejtësisë dhe zbatimit të kërkesave nga gjykata. Pra, këto duhet të hetohen edhe spaku nuk duhet vënoj të hap çështjet kundër Peleshit, kundër kush është ai tjetri, ai Elbasanzi Tauland Ballës, që na shet të na likëna postoneve gjoja, po na shqitu dhe si kombëtar, për ditë për natë me ca figura nga lehtarët e kombëtares. Ju po talleni me ne. Ju meritonit gjithë shkonin burg. Edhe duhet me çdo kush spaku, në qoftë se spaku don të bëjë drejtësi, nuk duhet shkoj vetëm kundër atyre që kanë vjedh, por kundër atyre që po mbrojnë hajdutët. Edhe është Edi Rama, ndoshta se kemi fuqinë të kërkojnë ndihmë nga Amerika, që të vinë të arrestojnë dhe heqin zvarr këtë klysh, se Edi Ramën e kemi të qartë deri tashti. Shumicën e vjedhive që ata kanë bë në Shqipëri, u a kanë pagujt udhëheqësve të Bashkimit Evropian, se s'ka mundësi të myllë sud Evropa me këtë lloj regjimi, me këtë lloj qeverie nga më të korruptumet që ka njoftë ndonjëherë bota. Nuk gjenden as në Afrikë. Edhe në qoftë se këto klysh kurve mbrohen nga Evropa, të jeni sigurt që pjesa më e madhe e pareve që këta vjedhin, ju ka dhënë pikërisht atyre në Evropë që I mbrojnë këta, ose që myllin syt, por spaku duhet me çdo kusht të hapi hetime kriminale kundër krereve në kuvend, që mbrojnë Ballukun, që veprojnë në kundërshtim të direktiveve që vinë nga gjykatët, edhe si ata të kryetarët e komisioneve që janë nga PD-ja, si ata që janë nga PS-ja, që bëjnë lufte, bëjnë gallat me ne tallën e përtallën, kur në fakt bëjnë çështë mundur që ta mbrojnë Ballukun, edhe kur bëjnë ligje sikur luftohen. Këto duhen menjëherë vënën hetim nga spaku, dhe ka ardhur koha që spaku duhet të drejtohet për ndihmë qeverisë amerikane për të arrestuar menjëherë këtë klyshkurve, këtë Edi Ramën, Sami Gjoka, ju përshëndet gëzuar vitin e ri, por më acaru nervat kur sa hapa televizorin, këta lojrat e këtij shkërdhatës, si ka ky bardhi, edhe të Peleshit. Njani ban sikur shkon atje të votoj sot, të shka të votoj sot ai, lexuan këto shkërdhata që s'din të ecin rrugës, I lexuan gjithë ata 10.000 faqe, sta 3.000 faqe sa janë të sikur janë prokuror këta, sikur janë jurist këta, sikur ju jeni sa halebag mor idiot, sa maskarej, por spaku nuk mund të hesht, spaku duhet veproj, spaku nuk duhet shkoj vetëm kundër atyre që vjedhin,
por kryesisht kundër atyre që mbrojnë këto kriminalë të korruptuar në kuvend, që janë Peleshi, Gazman Bardhi si ka ky kryshi tjetër, Tauland Balla e kush janë të tjerët. Po këto tre duhet të jenë shënjestër. Edhe Spaku ka ardhur koha urgjente që të drejtohet ambasadës, të drejtohet Amerikës, që nuk është vetëm në atje ku është kjo në Venezuela. Kërimi është në Tiranë, edhe është më i madh se sa në Venezuela. I duhet qinona këtyre që janë këta që po pengojnë kryesisht në parlament. Tauland Ballës, Gazmend Bardhit, Sali Berishës, edhe Peleshit, këto duhen heqë zvarë, këto zgjibe, këtyre u do qinona. Këta Spaku duhet kërkojnë ndihmën urgjente të Amerikës, të arrestojnë, të vinë të kapin me parashut më qenë të mundit. Sami Gjoka ju përshnetu, ka ardhur koha, vetëm që Spaku duhet ketë pak më shumë guxim, duhet veproj me forcë, edhe nuk duhet shkoj mas hajdutëve, kur ata që mbrojnë hajdutët i majnë të paprek. Ka ardhur koha që ata që mbrojnë hajdutët duhet të paguajnë dënimin më të madh. Sami Gjoka ju përshnet,